Gjykata e posaçme rivlerësoi këtë të njëjtë masat e sigurisë për 5 të akuzuarit si antar të grupit kriminal të Igli Kamberit, i goditur në një operacion të përbashkët mes SPAK dhe antimafia së Barit në Itali. Edi Brahaj Ergjys Kastrati, i njohur si Bisha, dhe Sajmir Pira do të vazhdojnë të qëndrojnë në qeli edhe në këtë fazë të hetimeve. Ndërkohë, masa e sigurisë është ndryshuar për bashkëshorten e Igli Kamberit në Vila Kamberi, e cila me vendim të gjykatës së posaçme do të hetohet në masën arrest shtëpie. Lehtësim pati edhe për Lefter Nelajn, shoferin që tentoi të fuste 680.000 euro nga mali i zi drejt Shqipërisë në vitin 2025, i cili u la në masën detyrim paraqitje. Masat e sigurisë janë konfirmuar edhe për disa prej shqiptarëve të arrestuar në Itali, mes tyre edhe për kreun e grupit Igli Kamberi. Ky i fundit ndodhet aktualisht në burg për trafik droge dhe për vrasjen e 26 vjeçarit italian Francesco Di Viesti më 25 prill 2025, ndërsa hetimet e mëtejshme zbuluan edhe rrjetin kriminal të pastrimit të parave të ngritur në Shqipëri. Në total u lëshuan 15 masa sigurie, ku përfshihen edhe 4 gra, ndaj të cilave u caktuan masat arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje. SPAK vendosi në sekuestro pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të familjarëve dhe bashkëpunëtorëve të Igli Kamberit dhe Ergjys Kastratit, të konsideruar si 2 figurat kryesore të grupit kriminal me aktivitet në Shqipëri dhe Itali. Sipas hetimeve, paratë dyshohen se kanë burim nga trafiku i drogës dhe transferoheshin nga Italia drejt Shqipërisë. Gjatë operacionit në vendin tonë u sekuestruan 8 automjete, 10 llogari bankare, 4 shoqëri tregtare, si edhe 680.595 euro cash.